Të dashur miq, përshëndetje, fillimisht ju uroj mirësi pafundësisht e para, e dyta, isha të ndaj një gëzim me juve dhe ai gëzim për mua është diçka i veçantë pe gëzimeve, ndryshon pe gëzimeve të tjera, sepse ka të bëjnë me njohjen nga shteti i Sirisë, njohjen e pavarësisë së Kosovës. Me thonë drejten, unë si Elton, si poet, si intelektual, e kam prit një gjë të tillë, që kur opozita mori pushtetin në atë vend, duke qenë se njoh shumë intelektual nga ai shtet, shumë dietar, dhe duke qenë se vet presidenti i sotëm i Sirisë është njëri që konsultohet me dietarët e vendit, e prisja një gjë të tillë, po jo tani aq shpejt. Ka i diçka, të dashurit e mi. Po vërteton një fjalë nga një bisedë me mikun tim, këtu a 10 vite më përpara, ku ai miku im ishte njëri i përkiste, ishte njëri që nuk i përkiste besimit islam, ateist, shkurt muhabeti, ishte ateist, dhe po debatonin për lindjen, për qytetrimin e lindjes, dhe për aktualitetin e sotëm. Ai thoshte lindja sot nuk është e gatshme të përshtatet me perëndimin, ose i mungon kultura perëndimore për të qenë si shtete, si popull të integruar në Evropë. E të tjerë, ai nëmëron të faktet, jo plasi lufta, jo gjithë të masakra, jo gjithë këtë terrorizëm, fjalë pa fund. Po, në të vërtet, pasi e kam dëgju deri në fund, me respektin më të madh, me dashurinë më të madhe, ja thash 2 fjalë. Shiko, mos e mendo Sirinë në një, ose linjën e mesme, mos e mendo se janë të mbyllur. Shefat e Ferexhet e grave dhe ti mendon se ata janë të mbyllur. Jo, asnjëherë. Siria është shtet, është popull shumë i avancuar në dije, shumë i avancuar në edukat, shumë njerëz punëtor që e duan jetën, që e duan bashkëpunimin, që i duan marrëdhëniet ndër njerëzore, po i thojmë, na s'po them ndërkombëtare, s'po shkojmë te ndërkombëtare, po i duan shumë marrëdhëniet ndërkombëtare, dhe ajo çka ishte deri sot ishte si mish i huaj në trupin e njeriut. Ishte diçka krejt tjetër, ishte diçka krejt ndryshe prej natyrshmërisë e atij popullit. Ishte diktaturë, ashtu siç përjetuam ne diktaturat, përjetuan ata fatkeqësisht, përjetuan diktaturë të tmerrshme, të gjakosur. E kur thyhen këtë lloj mentalitetesh, ne kemi një sot nga një guril, presidentit e sotëm të Sirisë, nga një guril, sot po njihet botërisht si njëri shumë dimensional, si njëri që din të vendos ekuilibra në marrëdhënie diplomatike me shtete të ndryshme, me qytetrime të ndryshme. Kështu që mua nuk më mbetet gjë tjetër vetëm se t'i shpreh nderimin tim dhe respektin tim atij presidentit mrekullueshëm, dhe t'uroj me gjithë zemër që mos ndodhin më luftra në atë tokë dhe asnjë tokë në botë. Lut Zotin e Madh që të ketë paqe kudo
Dhe lut Zotin e Madh që ta gëzojnë për jetë, pavarësinë, Kosova jon e dashur, e shtrenjtë dhe e përbashkët.